din edhe këta që janë sot në qeveri që ka pas diskutime, qysh kemi ardhur deri te ajo pikë është kështu. Kosova është një kurth të çuditshëm për momentin. Ai kurth është kështu. Ekzistojnë 5 vende të BE-s, 4 prej tyre janë edhe anëtarë të NATO-s, të cilat e kanë kurzuar njohjen e pavarësisë Kosovës me një marrëveshje komprensive të gjithëpërfshirëse me Serbinë. Në këto rrethana, Serbia nuk ka kurfar llogarie me e bu atë marrëveshje me ne, se nëse e bën atë marrëveshja, po del që po na njohin vendet e NATO-s. Për shkak se ekziston ky kurth, Kosova duhet me dalë prej këtij kurthi, duhet me gjetë rrugën me dalë. Edhe ka rrugë, nuk janë të lehta, nuk janë vetëm me një nënshkrim një copë letër, po ka rrugë. Njëna prej rrugëve është NATO-ja. Nëse gjendet rruga, edhe na kanë thonë që ka rrugë. Janë të zërshme, nuk janë të lehta, nuk mujmë na me i kry vetëm, duhet miqton me i kry ato pjesë, edhe pa që shmangët edhe... Me u shmangë disa pengesa. Pengesa nga disa shtete. Nëse kjo kish me ndodhë, Kosova shlirë mundet me i thonë Serbisë, so kana duhet njohja prej jush. Shumë thjeshtë. Tashti, doktrinare e aleancës në këtë fazë është me u qkap prej Serbisë në gjitha aspektet e mundshme. Qa nën kupton kjo në praktikë? Kjo nën kupton që na nuk duhet kur gjo me e lidhe në marrëdhënie ndërkombëtare me njohjen e Serbisë. Bile nuk guxojmë as me shku me vajtu që s'po na njeh Serbia. Pse? Për shkak se e kemi lidh zhvillimin ton me njohje prej Serbisë, pa vetdije. Na thjesht duhet me pas... Serbia duke ditur këtë, mund të insistoj që asnjëherë mos ta bëj hapin. Absolutisht asnjëherë nuk ka me e bu hapin, se neve po na duhet. Në mënyrë duhet me ndru doktrina. Kosova duhet me thonë, Serbia nuk dën me na njoft. Unë nuk e di kur ka me ardhë një kryeministër ose një president serb që ka me thonë sot e një Kosovë. Nuk e di, nuk mujmë i para pa. Nëse kjo është situata, na duhet me thonë okej, na dojmë mu zhvillu pa njohje prej Serbisë. Dojmë i kry detyrat tona pa njohje prej Serbisë. Nuk na intereson hiç. Nëse ju nuk na njihni, as na juve s'ju njohim. Edhe duhet me fillu zhvillimin ton ekonomik. Ky do të jetë një qëndrim juaj nëse nesër jeni drejtues i qeverisë së Kosovës? Po, absolutisht. Na njeh Serbia se njeh Serbinë? Na nuk e njohim Serbinë, Serbia nuk na njeh neve. Kjo nuk nën kupton kurse si që na themi jo dialogut, që na i themi jo një marrëveshje të mundshme, po kur gjë tjetër nuk e lidhim me njohje prej Serbisë. Na kemi marrëdhënie veç me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Unionin Evropian edhe me NATO-n. Duhet me u drejtu aty. Serbia në lidhje me zhvillimin e Kosovës duhet me u minimizu totalisht sa ma shumë që tjetë e mundshme. Thu se nuk ekziston në këtë fazë. Edhe pse ne jemi në vitin 2026, duket se jemi në vitin 2000, se sa shpesh përdoret Serbia, përmendet, ka tradhtar, ka bashkëpunëtor të Serbisë, pra është bukur problematike. Kosova duhet edhe njëherë, Kosova duhet me u qkap për indikimit Serbisë, totalisht. Duhet me u qkap, shpejt, nuk duhet as me përmend. Kosova duhet me u shliru prej kthetrave të padukshme që jënë të na majtë në mënyrat ndryshme, e kanë gjetë mënyrën na më u anku se s'mu i mu zhvillu ekonomikisht për shkak se Serbia s'na nje. Na duhet mu anku se nuk kemi venën në forume ndërkombëtare se Serbia s'po na nje, kem pas mundësi. Duhet me i harru komplet, me orientu drejt zhvillimit jonë dhe statusit tonë ndërkombëtar, me thonë këtë botë Serbia s'ka me na njoftë. Edhe që është ma interesant, unë besoj intimisht, që në ditën kur nuk ka me na u desht fare njohja prej Serbisë, që atëherë mundet me ndodhë që na njohin. Për deri sa na të tregojmë nevoj për njohje prej Serbisë, kur s'ka me na njoftë. Pse na vazhdojmë në këtë paradigmë që e dim që është e ka një blok për para. Ik prej blokut, bën devijim. Ka vene në marrëdhënie ndërkombëtare që kanë bërë devijime. Ka dale që kjo nuk o rruga, e gjej rrugën tjetër. Ka bukur shtetet, s'po përmendim emra specifik që janë bukur të suksesshëm ekonomikisht. Absolutisht. Në aspektin e sigurisë që një pjesë e shteteve nuk i njohin. Absolutisht. Absolutisht. Nuk lodhen për atë punë. E kanë gjetë rrugën e zhvillimit, mirëqenies qytetarëve të vet, edhe i kanë bërë vendet si diamant, që e përmenda ma herët. Edhe s'ka kush çam ju bë mu. Shumë thjesht. Kjo është rruga jonë te marrëdhëniet ndërkombëtare. Përderisa na folim për Serbinë, na duhet me folë ma shumë për Shqipërinë. Jo në mënyrë arkaike. S'po flasim mjaftueshëm për Shqipërinë? Shumë pak jemi të folë për Shqipërinë, vetë se shkojmë pushime. Përderisa nuk kemi kriju
lidhje të formatizuara mes institucioneve tona, ministrive të punëve të jashtme, inteligjencave, ushtrisë, ekonomisë. Na duhet me u integru, me ndërtu vizionin e përbashkët për BE me Shqipërinë, jo me tjertë. E kishim marrë takos të Bashkimit Evropian para disa ditësh në Kosovë, në pyetjet e gazetarit madje Besnik Tahiri të Klan Kosovës, se kur mund të parashihet një datë e antarësimit të Kosovës në Bashkimin Evropian, nuk pati mundësi as ta thot as parafërsisht vitin, derisa e shohim se një prognozë bukur konkrete ka për shumicën e vendeve të tjera të rajonit. Në anën tjetër, po ashtu nuk ka pasur tash sa vjet antarësimet Kosovës dhe në organizata dhe institucione të rëndësishme ndërkombëtare. Pati disa njohje kryesisht në 2 vite